Fëmi, sot kemi një mësim shumë të bukur. Ndryshe nga mësimet e vjershave, të këngëve, gjozat, edhe bisedat e ndryshme, historit, sot kemi matematik. Për këtë vit, për herë të parë, kemi matematik. Kush I thot edukatores, deri në cilin numër kemi mësuar në vitin që shkoi? Jo. Dhe e ke treshin do ta marri, bravo. Pra, deri në numrin 3. Pra kemi mësuar 1-shin, 2-shin dhe 3-shin. Ti shkruaj, ti njohim dhe me edukatoren dëgjojmë, ti njohim dhe të bëjmë edhe mbledhje dhe zbritje me to. Aq sa janë. Ja ku kemi tash 1-shin ke flamuri, 2-shin ke 2 qershit, 3-shin ke 3 gjethet. Pra deri në numrin 3. Kemi mësuar vetëm 3 numra. Mbi tavolinë, shikojmë edukatoren, kemi shumë mjete mësimi. Xheli, dëgjoj këtu Xheli. Shumë mjete mësimi. Kemi gogla, kemi vezët e kinderit, kemi topa të vegjël, kemi luk, pirunj, pjata, tasa, gota. Shikojmë edukator, makina të vogla, shufra me të cilat do formojmë katrorin, makinë me rrotat e veta dhe kuba, flamuj. Kemi atë mamarosën me ato bibat e vegjël të vetët dhe dajre. Të gjitha këto mjete do të na shërbejnë për të njohur sot të ndajmë nga shumë 4 element. Nga shumë 4 element. Prit me edukator, dëgjojmë. Këtu mes të juaj kam vendosur një tavolinë të shtruar bukur me mbulesë, me vazon me lule që vëmë në çdo tavolinë ngrënie. Dhe një nga fëmijët, dëgjojmë, një nga fëmijët do të vi të bëj kamarierin. Ha? Perla, keni qef? Hajde Perla. Perla, do bësh kamarierin, do shtrosh tavolinën. Në sa shok kemi këtu? Sa shok? Shumë. Dëgjojmë to, Ismail. Mos e pengo gerin dëgjoj. Kemi shumë shok. Mirë, kush I thot edukatores? Kujdes. Nga këta shumë shok, zgjidh 4 shok të ulen në tavolinë. Zgjidh 4 shok, këdo zgjedhësh. Kujdes, ka. Këdo zgjedhësh, hapela. Fillo zgjidh. Amelia, afro Amelia. Me karrike afro. Pran tavolinës. Bravo, një e zgjodhe. Zgjidh një tjetër. Alea, afro dhe Alea. Kujdes, nuk bëjmë zhurmë. Ismail, lëri shokët të dëgjojmë mësimin. Mos I bezdis, po. Dhe Alea. Zgjidh dhe një tjetër, Perla. Edhe Amarin, hajde Amari. Po. Afro Amari. Zgjidh edhe një tjetër, Perla. Rajla, hajde Rajla. Bravo. Kujdes. Jo, aty qëndron edukatore. Edhe Rajla. Pra, zgjodhe Amelia, Alean, Amarin edhe Rajla. Tani, kanë ardhur shokët që zgjodhe ti, duan të ti servirësh ti, se ti e kamarierja, ushqimet që ke bërë, që ke gatuar ti. Në fillim kush vendoset në tavolinë? Vendoset kush? Facoleta ose peceta, nuk I themi facolet, I themi pecet. Peceta që fshin buzët. Jepi tash nga I pecet të gjithëve. Shko vendos nga 1, duke numëruar. 1, 2, po, 2, 3, numëro 3, po, jepi një shoqes, 3, po, edhe 4. Bravo Perla, pra se cilës I vendosëm nga një pecet. Po pse vendose 4 pecetat I Perla? Sa fëmijë janë në tavolinë? Jo shumë. Sa fëmijë janë në tavolinë ti numërove? Numëroj dhe njerë? Po? 4. Mirë, bravo. Pra, sa fëmijë janë në tavolinë? Dhe sa peceta vendose ti? Sa fëmijë janë në tavolinë? Sa fëmijë ishin në tavolinë? Dhe sa peceta vendose ti? 4, bravo. Aq sa fëmijë ishin. Tashi, vendosi edhe nga një pirun.
në çdo pecet vendos nga i pirun duke numëruar. Merri pirun këtu. Po, sa pirun ke në dorë Perla? Bravo, vendos nga 1 duke numëruar. 1. Po. Vazhdo. 1, vendosë mbi pecet. Jepi 2. Po, vendosë mbi pecet. Vazhdo. 3, vendosë mbi pecetën e shoqës. 3. Edhe 4, vendosë edhe një 4 këtu. Bie edukatores këtu? Bravo, 4. Pra, sa piruj vendosë tash Perla? Bravo, se sa fëmija në ullur në tavolinë? Bravo, vendosi ato që të e pruan këtu. Tash merë dhe lukët, vendosi edhe nga një luk pranë shokëve. Kape? Sa luk ke në dorë tash Perla? Bravo, vendos nga 1 duke numëruar shpejt. Shpejt me duka dhe 1. Po. 2. Vazhdo shoku tjetër. 2. Vazhdo shoku tjetër. 3. Po. Edhe 4. 4. Pra, Perla, sa luk vure mbi tavolinë? Sa luk vure mbi tavolinë Perla? 4. Se sa shok janë tavolinë? 4, bravo. Vendosi ato që të pruan këtu. Këtu me edukatoren. Merë tash dhe vendos Perla pjatat. Merë këto pjatat. Sa pjata ke në dorë Perla? Shumë. Vendosi nga një pjatë se cilit shok. 1. Po. 2, bravo. 3, vazhdo. Merë Amelia, ndihmoj shoqen. Edhe jepi dhe një Aleas. 4. Sa pjata vendosë mbi tavolinë Perla? Se sa shok janë ullur në tavolinë? Bravo, je shumë e mirë. Vendosi këtu pjatat. Je shumë e mirë. Je shumë e mirë. Tash vendosim edukatoren. Pra kemi vendosur deri tani 4 peceta. I themi bashkë me edukatoren. Afro këtu ke tavolina. Afro pak Perla. Afro ke tavolina. Kemi vendosur 4 peceta. Themi bashkë 4 peceta, 4 pirunj, 4 luk dhe 4 pjata. Tash i duam të vendosim dhe nga i gotuj. Vendos shokët gotat, meri gotat. Meri gotat. Sa gota ke këtu Perla? Shumë. Vendosi nga një gotë se cilit, pranë. Nga një gotë. 1, numëro, po. 2, bravo. Bravo. Edhe 4, jepi dhe shoqës, po, bravo. 4. Sa gota ndave ti Perla? Se sa shok janë ullë në tavolinë? 4 shok, shikojmë këtu me edukatoren, bravo, dhe 4 gota. Vendosi aty, tash ndaj dhe tasat e kosit. Ndaj tasat e kosit. Sa tasa kosi ke aty Perla? Shumë, bravo. Vendosi nga 1, kujdes. Medina, dëgjoj mësimin, bashkë me Deonin. Deon, 2, bravo. 3, bravo. Edhe 4. Jepi dhe një Amelias. Bravo. Bravo, bravo, je shumë e mirë. Vendosi ato që te pruan këtu. Bravo. Tani, dëgjojmë. Shohim edukatoren këtu. Perla ti vendosi tash në tavolinë të gjitha sendet që duhen për të ngrënë. Do vendosësh dhe kapakët derisa të hanë ushimin ata që mos ju bëhen pis, mos kosi, mos i bien plurat. Sa kapak ke në dorë? Shumë. Ndaj nga 1 secilit tas për sipër 1. Vendosi kapakët. Vendos kapakët, bravo. Po, vendos kapakët sipër tasave. Vendosë me këtej që mos biri, po. Ha, vazhdo. Vazhdo, vendosim kapakët. Prit, vendosim me ndihmoj edukatorja. Çoj dhe kapakun aty ke ajo asi tjetër. Vëri këtë njerë këtu, vëri këtu njerë. Po. Edhe një, ke një atje. Ha, me edukatoren, kujdes. Kujdes. Bravo. Vendose të gjithve nga një kapak. Sa kapak vendose Perla tashi? Jo shumë, sa kapak vendose? 4. 4, se ishin 1, 2, 3, 4. Sepse ishin sa tasa 4. Prit, jo, ato jo tani. Prit me edukatoren tashi. Perla, je një kamariere shumë e mirë. Diltu me edukatoren? Hajde tashi të flasim me edukatoren së bashku. Pra, sa peceta vendosën mbi tavolinë Perla? Më pare filloj me shokën, një më fal. Sa karrike i kemi vendosur pranë tavolinës? 3. Jo, se 3, numërojmë 1, 2, 3, 4. Pra sa karrike kemi vendosur pranë tavolinës? 4. Sa shok kemi ullur në tavolinë Perla? 4. Tani, i numërojmë dhe këto orendit që kemi në tavolinë? Sa peceta kemi vendosur në tavolinë?
Ha? 2, po? Dhe 4. Se sa shok janë në tavolinë Perla? Bravo. Kujdes Joeli. Sa piruj kemi vendosur në tavolinë Perla? 4. Po Luk? Po Luk Perla? Ha? Po? 2, 3 dhe 4. Pra, se janë, sa shok janë? Ka? 4 shok, bravo. Po pjata, sa kemi vendosur mbi tavolinë Perla? I numërojmë? 1, 2, 3 dhe 4. 4 dhe Ameles. Pra, janë 4 pjata, 4 luk, 4 pirunj, 4 peceta, 4 gota uji. Shikojmë kemi 4 gota uji. Dhe 4 tasa kosi dhe mbuluar me 4 kapak. Se sa fëmijë kemi ulur në tavolinë? Jo, numërojmë njëherë, pse thua 3? 1, 2, 3, 4. Ja, po ta thot me zotë ullët, Alea. 4 po thot, 4 po të ndimon. Ha, Alea, sa shok jeni ullur në tavolinë? 4. Amelia, sa shok jeni ullur në tavolinë? 4. Rajla, sa shok jeni ullur në tavolinë? Amari, sa shok jeni ullur në tavolinë? Filloni të hani një, ato ju serviri tashi. Shpejto, merrni lugët pirunj, që ju serviri Perla në tavolinë. Shpejt. Çude. Filloni të hani. Hani supën, hani kosin, që ka vënë Perla në tavolinë. Shpejt e pini dhe ujë pastaj, pini dhe ujë. Merrni gotet e ujë dhe pini ujë. Hajde shohim edukatore si hani, shpejt. Shpejt. Hani shpejt. Se u ka servirur kamariere Perla. Ha? Perla I ka servirur sot pjatat, lugët, pirunjt në tavolinë, ha? Edhe ushqime. Bravo Perla, je shumë e mirë. Tani, ju pyes edukatore cili numër po mësojmë të numërojmë sot? Edhe një herë fort, cili numër po mësojmë të numërojmë sot? Numrin 4. Pra mësuam të veçojmë nga shumë 4 element, ha? Nga shumë luk, 4 luk. Nga shumë pirunj, ja Perla, 4 pirunj. Nga shumë pjata që morën në dorë, 4 pjata. Nga shumë, kujdes, Joeli, nga shumë tasa, 4 tasa. Pra, aq sa fëmijë kishim unë në tavolinë dhe sa shok zgjodhi ti në tavolinë? 3 prap. Sa shok zgjodhi në tavolinë Perla? 4 moj Perla. 4 moj 1, 2, 3, 4. Apo jo? 4. Mirë, bravo. Pra edhe njërë të gjithë së bashku, cili numër po mësojmë të numërojmë sot? 4. Nga shumë sende, veçojmë vetëm 4. Mirë, bravo. Qoni këta shi nga tavolina. Ka mu I kemi tavolinë? Sa ke vendosur deri tani pranë çdo rrotë makine? 3. Tani, ka në një rrotë pa flamur? Edhe sa rrota kanë ngel pa flamur? Po cili numër kemi mësuar deri herën e fundit në mësimet e kaluara? Dhe ke numri? 3. Po, tashi, shikojmë që makina nuk ka vetëm 3 rrota, po ka 4. Atëhere, ka ngelu dhe në një rrotë pa flamur? Edhe sa rrota ka ngel pa flamur? Edhe një. Atëhere, duhet marrim edhe një që t'i bëjmë 4. Merr edhe një që t'i bësh 4. Bravo. Pra sa flamu I vendosën pra çdo rrote? 3. Pa numëro më I Perla, pse ti Alea, pse fizikot më kot? Rajla. Ha, numëro 4. Bravo Perla. 4. Numëroj edhe një herë. Sa flamuj ke vendosur? Pra, sa flamuj ke vendos? 4. Se sa rrota ka makina? 4 pra, asnjëherë mos u përgjigjeni shpejt. Mendoni mirë, numëroni, siguroni dhe pastaj përgjigjuni, që mos përgjigjeni gabim. Në rregull? Se e përgjigjura e shpejt është gjithmonë e gabuar. Po, pra edhe një herë. Cili numër Rajla mësuam të numërojmë sot? Numrin? Kë? Po, pra era tash ti Rajla mos u përgjigj gabim. Edhe një herë, cili numër mësuam të numërojmë sot? 4. Pse sa flamuj ke vendos aty pranë makinës? 4. Sa rrota ka makina? Ha pra, shumë. Nuk përgjigjem gabim. Mirë, ulu ke vendi. Një fëmijë tjetër tash do t'i japë edukatori një ushtrim tjetër. Në rregull? Pra kujdes, mos u ngatroni. Makina jon ka 4 rrota. Ka 4 rrota. Dhe pranë çdo rrote vendosëm 4 flamuj. Pra 1, 2, 3, 4. Aq sa rrota kishte makina jon.
Atëre, cili numër na ndihmoi makina të mësojmë të numërojmë sot? Numrin? Edhe njerë, numrin? Sa rrota ka makina? Dhe sa flamuj vendosën pra çdo rrote? Bravo, kujdes, mos u ngatroni asnjëherë. Numërojini që të jeni të sigurt kur përgjigjeni. Trimin tjetër do ta zhvilloj Amari. Mbi tavolinë edukatori Amari kanë vendosur një tabaka me shumë gogla. Shumë nga ato gogla kanë të njëjtën ngjyrë, po vetëm ai sa numri që po mësojmë të numërojmë sot kanë ngjyrë ndryshe. Ti do të më veçosh goglat me ngjyrë ndryshe. Tash sa gogla janë aty? Bravo, shumë gogla. Dhe ti do më veçosh vetëm goglat me ngjyrë ndryshe duke i numëruar, që kanë ndryshon nga të tjerat. Fillo. Po? Na të t'jap edukatori një pjatë që mos të bien. Prit. Vendosi këtu. 1, 2, 3, 4. Sa gogla vendosi aty? 4. Nga sa gogla ishin këtu? Shumë. Dhe ti ndave vetëm sa? Vetëm 4. 4 me ngjyrë ndryshe, duke i numëruar një nga një. Dhe shikojmë edukatorin pra. Amari, cili numër po mësuam të veçojmë sot nga shumë? 4? E tha gabim edukatis duhet ta thosha. Cili numër po mësojmë të veçojmë sot nga shumë të tjera? Ha? Jo, 5. Sa ndave këtu ti? 4. Pra edhe njerë, cili numër mësuam të veçojmë nga shumë të tjera? Numrin 4, pra numri i ri 4. Mirë. Tani, gjeje ke ky guri këtu që ka shumë shenja. 4 shenja. Ku janë 4 shenja? Shive këtu ta hedhë edukatorit i gjej ku janë 4 shenja. Ku është ajo me 4 shenja? Ai sa ke ndar ti aty. Dale ta shoh edukator. Bravo. E ka gjetë. Tregoj edhe shokëve ku janë 4 shenjat dhe numëroj. Tregoj shokëve. Bravo. Dale ta shoh edukatore. 1, 2, 3, 4. Bravo, je shumë i mirë Amari. Bravo. Pra cili numër mësuam të njohim sot dhe ta numërojmë? 4. Nga shumë të tjerë ndajmë 4. Bravo. Tani, është një ushtrim tjetër që fëmijët do të ma zhvilloj një fëmijë tjetër. Kush do vi ta zhvilloj këtë me Rosakun? Alea. Hajde ke edukatorja. Tash mbi tavolinë edukatore kanë vendosur Rosën nën edhe ato të vegjëlit e saj që janë rikat. Mbi tavolinë kemi dhe vezët. Tani, kush është ushtrimi? Nëna Ros do marri rikat e veta dhe shkojnë në liçen të mësoj të vegjëlit e saj se si të notoj. Se dim që rozat e kanë qef ujin. Tashi, numëro nënën Ros bashkë me rikat e saj të vegjël sa janë gjithsej. Numëroje? 3 janë të vegjëlit, Po me bashkë me nënën Ros sa bëhen? 4, bravo, bashkë me nënën Ros bëhen 4. Pra, nëna Ros këtu, Alea, nëna Ros e madhe ka marrë dhe të vegjëlit e saj me vete, që vetë është 1. Edhe 3 të vegjëlit e saj mrapa që i vinë, gjithsej sa bëhen? Sa janë gjithsej, numëroj? Që nga nëna Ros, numëroj 1. Te nëna Ros është tu të vegjëlit, fillon 1. Po. 4, pra sa bëhen gjithsej? 4. Ka shkuar në liçen ato, Mirë po, kanë lënë vezët ke furriku. Tashi, meri ti 4 kokra vezë. Sa vezë janë këtu? Sa vezë janë? 4 janë këtu me? Shumë. Se 4 janë aty, shumë. Meri 4 vezë ti dhe vendosi ke pjatat. I marrë se do t'i skuqësh për veten tënde. Shpejt, meri 4. Fillo, 1, nuk duke numëruar. 1, po, vazhdo. 2, vazhdo. 3, vazhdo. Edhe 4. Pra sa vezë more ke pjata jote? Edhe le të tjerat këtu. Ti marrim to të 4. Dhe ti more vezë aq sa numri që mësuam të numërojmë sot. Dhe cili ishte numri që mësuam të numërojmë sot? 4. Aq sa vezë ke vendosur ti ke pjata, që i more këtu nga vezët që kishin lënë Rosat këtu. Mirë. Po, Rosa, sa numëruam së bashku mamën Ros me gjithë rikat e saj të vogla, gjithsej sa bëshin? 4. Cili ishte numri që mësuam të njohim sot? 4. Pra nga shumë, veçojmë 4. Bravo.
Mirë, je shumë e mirë, bravo, Alea. Tani, mbi tavolinë edukatore ka vendosur një en plot me topa të vegjël dhe një dajre. Ç'a kuptimi ka? Një fëmijë tani do vi këtu të bëj ushtrimin. Ja po zgjedh Medinën. Hajde Medina afro. Tani dëgjoj edukatore. Mbi tavolinë janë shumë topa të vegjël dhe një dajre. Unë do marr dajren dhe do godas ti me vëmendje. Sa tinguj do dëgjosh, aq topa do veçosh nga grumbulli i topave të vendosësh ke kjo pjata këtu. Mirë? Tashi, dëgjojmë me edukatoren? Kujdesu tjetë mos i bëni zhurmë Medinës. Sa do dëgjosh, do i fusësh, do i marrësh nga ena e topave dhe do i vendosësh ke pjata. Mirë? Bravo, sa more aty? Sa more? Një, ha, se të tha perla më shpejt, thuaj, fol. Po tani? 2. Po tani? Po? Dhe po tani? 4. Pra, sa topa vendose këtu ke pjata? Jo, shumë. Shumë ishin këtu. Tu sa vendose? 4 zon shoka. Pra në fillim ishin shumë. Këtu, shikoj me edukatoren. Këtu, që duhet të të pyeste edukatorja, sa topa janë këtu gjithsej? Sa janë këtu? Sa janë këtu? Shumë, bravo Bella. Ha moj Medina, sa topa janë këtu? Shumë. Vendos tashi dëgjoj tingujt, shive dhe ky Noe, që është si thot shumë thot. Tashi dëgjojmë tingullin. Do i gjuaj tashi të gjithave njerë. Ke mendin këtu, që dëgjosh tingull se do bie një nga një. Shikojmë. Sa do fusësh tashi ke pjata? Shpejt. Jo. Jo, mos e gatrosho, që shumë ishin aty. Shikoni, dëgjoni dhe jo. Dëgjoni me vëmendje. Sa? Bravo Amari. 4. Atëre duke numëruar vendos 4 aty. 1, vazhdo. Po. 2, 3, ha dhe 4. Pra nga shumë, sa ndave aty? Ha, 4, bravo. Pra ndave 4 duke numëroj. Pse, sa heri ra edukatorja dajres? Sa tinguj dëgjuam? 4, bravo, bravo, kujdes. Tina, cili numër mësuam të numërojmë sot? Numrin? 4, bravo. Një tjetër do vit bëj ushtrimin tjetër. Mbi tavolinë edukatore ka vendosur prap dajren, njën me kuba edhe një pjatë. Tani kujdes. Kush vjen ta bëj ushtrimin tjetër? Po Noe, hajde ke edukatorja? Prit. Noe, mbi tavolinë edukatore ka vendosur dajren dhe kubat. Unë dua tashi, sa kuba janë aty që shikon ti? Sa kuba janë? Po si numëro, vetëm shivi me sy, sa janë? Si themi, kur shohim shumë kuba janë? Shumë. Dëgjoj këtu Noe. Sa kuba janë aty? Shumë. Tani, dëgjoj tingujt me edukatore. Kujdes Joili. Kujdes. Dëgjojmë tashi me kujdes. Noe, shikoj ke edukatore. Do dëgjosh tingujt dhe do veçosh aty aq kuba sa tingujt do dëgjosh. Shiko këtu. Dëgjoj me vëmendje, mbaj qetësi. Sa tinguj dëgjove? Po jo, s'dëgjove një, si dëgjove një? 4, bravo Amari. Edhe njerë, dëgjoj dhe njerë. Dëgjoj me vëmendje, vetëm dëgjoj dhe numëro. Shik këtu. Sa? Tërfilo, 1. Ha? Tjetër. 2, me zë. 2. 3. Po pra, ngrej me zë. Edhe? 4. Cile numër po mësojmë të numërojmë sot? Numrin? Po ha me edukatore, pse bën kështu? Ja të gjithë që edhe shokët po ndihmojnë. Numrin 4. Pra, veçuam 4 kuba nga shumë, sepse dëgjuam tinguj, sa tinguj dëgjuam. Shif tu, dëgjoj edukatore, numëroj dhe vetë. Hajde numërojmë bashkë. 1, 2, 3 dhe 4. Dhe këtu kemi 1, 2, 3 dhe 4. Hajde sa tinguj dëgjuam, mos merr me kuba. 4 tinguj dëgjuam, 4 kuba vendosëm në pjatë, apo jo? Nga shumë që ishin këtu, vendosëm 4, veçuam 4. E mban mend? Cili numër mësuam të numërojmë sot? 4. Cili numër mësuam të veçojmë nga shumë elemente edukatore sot? Numrin? 4. Ha? Po ha më no e 4. 4 më 4.
Mbaj mend. Tjetër do realizoj ushtrimin tjetër. Mbi tavolinë edukatore kanë vënë një katror të vogël, shikoni? Dhe disa shufra. Kush vjen ta bëj të ushtrimin? O Perla e bërë një ushtrim edhe Alea. Kush tjetër vjen që s'ka bërë ushtrim? Hajde më Amelia. Ngri dorën, po ke dëshirë. Tash dëgjojmë edukatoren. Merri shufrat në dorë dhe më thuaj sa shufra janë aty? Shumë, bravo. Atëherë, këtu ke një katror dhe duat të formosh me këto shufra formën e këtij katrorit këtu. Duke marrë shufra dhe duke i numëruar. Fillo. Bëjnë formë katrori. Ha, vazhdo. 2. Jo, po nuk vjen të drejta ato, formo katror të thash, si ky këtu. Formën duke i rrethuar ato formo katror. Fillo 1. Merr shufrën tjetër. Si formohet një katror? Ha, Amelia. 2. Ha, vazhdo. Sa u bën? 1, 2, numëro. Amelia të lutem, numëro. 1, 2, 3. Dhe mos vër këtë shufrën se nuk janë të barabarta. Këtu, që kanë gjatësi të barabartë. Vazhdo. Edhe prit 1 minutë. Derisa për të formuar katrorin tash ne na duhen disa shufra. Por nuk e dim se sa. Dhe deri tani Amelia ka vendosur, hajde këtu përballë shokëve, që mos i pengosh shokët. Që të formojmë katrorin, deri tani sa shufra ke vendosur për të formuar katrorin? Numëro? 1, 2, 3. Po është formuar katrori apo mungon akoma? A mungon akoma në një shufër? Edhe sa shufra mungon që të formohet katrori? Edhe 1. Bravo, merr edhe atë 1 dhe vendose. Bravo. Tani numëroj sa shufra na duhet për formuar katrorin? Numëro? 1, 2, 3 dhe 4. Pra sa shufra në udeshën për të formuar një katror? 4. Nga shumë shufra që kishe në fillim, ti veçove vetëm 4 që të formonin formën e këtij katrorit këtu. Bravo. Pra sa shufra në udeshën për të formuar një katror? 4. I numërojmë edhe një herë, gjithë bashkë. 1, 2, 3, 4. Cili është numri që mësuam të njohim dhe të numërojmë dhe të veçojmë nga shumë të tjerë? 4. Bravo, je shumë të mirë, jeni të gjithë të mirë. Mi tjetër do të bëj ushtrimin tjetër. Mi tavolin kam, sa makina kam? Sa kam? Pse thua 4? Ku e diti që janë 4? Shumë, kush ta shumë? Shumë, bravo. Kur shohim shumë, ne nuk e dim sa janë, ti numërojmë dhe themi gjithmonë shumë. Shumë. Një fëmijë do më veçoj 4 nga ato makinat aty. Kush vjen? Linë edukatore ka vendosur shumë makina. Sa makina shikoni mbi tavolinë? Shumë, pra shumë. Një fëmijë do vi të bëj ushtrimin tani me makinat. Kush do vi? Geri? Hajde Geri. Geri, shikojmë edukatore sa makina janë këtu? Bravo, shumë. Tani, duat më veçosh duke numëruar një nga një 4 makina. Fillo, dhe vendosi këtu, parkoj këtu. Fillo. Po. 2, po. 3, po. Dhe 4, bravo. Sa makina veçove aty ti Geri? Ha? Sa? 4, bravo. Cili është numri që mësuam të veçojmë nga shumë të tjera sot? Ka shumë element të tjerë, numrin? 4. Duke i numëruar një nga një, si që bërë ti tani, 1, 2, 3 dhe 4, ne mësuam të veçojmë nga shumë që ishin këtu makina, vetëm 4 makina, apo jo? Pra, edhe sot mësimi këtë kuptim kishte, që nga shumë element, nga shumë sende të tjera, të veçojmë duke i numëruar një nga një, numrin 4. 4, bravo dhe Geri. Mirë, bravo Geri, je shumë i mirë. Dhe Geri është i saktë. Numëron një nga një pa bërë gabime. Bravo. Çfarë shoh sot për shembull në ushtrimet? Ka punuar mirë Amari, ka punuar mirë Geri, ka punuar mirë Alea, Perla, shumë mirë. Amelia, kush tjetër? Edhe Medina, po Medina çik më ashtu që mos ngatro. Dhe Alea. Mirë, në rregull. Sa edukatorja. Mundoni dhe në shtëpi. Mami t'ju vendosi për shembull pirë ujit, lugët ke dora dhe ju veni vetë mbi tavolinë duke i numëruar një nga një deri ke numri 4. Po, vendosin i vit me vetë mbi tavolinë siç bëm këtu me tavolinën me Perlën. Shumë mirë. Edhe sa pica do të ketë bërë mami thua ti, Perla? Shumë pizza.
Dhe ti numëro vetëm 4 nga ato. Po se jeni më shumë se 4 veta në shtëpi apo jo? Ë? Jeni më shumë se 4. Nesër do marr picë. Nesër po. Për shembull, prit. Perla është 1, mami 2, babi 3. Dhe kush është tjetër gjyqja 4, po gjysh keti Perla? O, jeni më shumë se 4, do më thënë na duhet të mësojmë numra dhe më tepër për të numëruar pjesëtarët e familjes së Perlës. Mirë. Mirë këtë edukatorja, bravo. Pra të gjithë, cili numër mësuam të veçojmë nga shumë element sot? Numër 4. Bravo.